Policia e Lushnjës ka kapur dhe ka vënë në pranga autorin që plegosi rënd me mjet prerës dhe kushëririn e tij pas një konflikti për motive të dobta. Sipas njoftimit të policisë, shërbimet e komisariatit të policisë Lushnjë arrestuan në flagrancë shtetasin YY, 60 vjeç banues në Lushnjë, për veprën penale plagosje e rënd me dashje. Ditën e djeshme në lagjen Loni Dhamo Lushnjë, ky shtetas dyshohet se pas një konflikti për motive të dobta, ka goditur me mjet prerës thik kushëririn e tij shtetasin FY, 71 vjeç. Sipas dëmtimeve të marra, 71 vjeçari u transportua në spitalin e traumës dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Falë reagimit të menjëhershëm të shërbimeve të policisë, u bë mundur kapja dhe arrestimi në flagrancë i autorit të dyshuar si dhe sekuestrimi i mjetit prerës thik të përdorur gjatë ngjarjes. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprimet të mëtejshme.